Hoxh, cili është qëllimi i qëndrimit në Arafat? Qëllimi i qëndrimit në Arafat, qëllimi kryesor është se ai i cili niset për ta bërë haxhin, edhe ai i cili don ta kompleton kushtin e 5 të Islamit, nëse nuk i shkel koma në Arafat, ai s'ka haxh. Pejgamberi sa më ka thonë el haxhu Arafa. Haxhi është Arafat. Ka mundësi dikundi me shkue, por ajo e mbulon kurbani. Mirë po, nëse në Arafat nuk shkon, nuk mbulon kurbani. Faktikisht ai cili ka shkel në Arafat dhe këmba e tij ka shkel në Arafat dhe ka netën një pjesë bukur të madhe ditës, prej mbas dreke, koha deri në perëndim të diellit. Prej në zenit, si të fillon koha e drekës, deri në perëndim të diellit, deri në akşam, haxhiu është në Arafat. Mbrenda kësaj kohe, nëse ka hin haxhiu mbrenda, nuk u fit Arafatit, ai edhe e ka haxhin inshallah. Por atë edhe qëndrimi në Arafat është një prej shtyllave më të rëndësishme të haxhit, ku haxhilerët luten dhe kërkojnë falje, kërkojnë dua të Allahu Dhul Jalal që Allahu ata t'i fal dhe Allahu atyre lutjet që u ban kabull.